stigmatizoj. Mirë po, ato që kanë dalë në publik, unë besoj që në pjesë e pazareve kryk put të këti biznismeni, së është biznismen këtë rast, me një prezident i cili është në ramje dhe për mos ramjen e ti me ndihmu me jetu, ku me di çfarë përfitime shka marë. Unë për to jam koqa fort i sigur, sepse tregtarët kanë këtë punë. Shfrytëzojnë kur është pazari i lirë dikun për me marrë ata që kërkojnë. Dhe kjo s'ka diçka tjetër. Nëse mund shtoj, kjo mund ketë një ndikim edhe tek një numër i partive opozitare në Evropë, të cilat e kanë kontestu një farë mënyrë. Nuk e kam shtet shumë intervenimin e NATO-s në Kosovë. Dhe mund të përdorin si retorik tyre një farë mënyrë dhe për të marrë vota, por edhe për ta kontestu vetë intervenimin e NATO-s në Kosovë. Art, a në është këputur peri dikun në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ta themi kështu se... Hollu fort. është hollu fort. Së këput, është hollu fort. Përgjithshme, unë nuk besoj që kem të lashë. Shkoda, Arta. okej. Faleminderit. Dëgjom, në 4 vitet e qeverisë e Zotri Kurti, me thënë të vërtetën, e kemi analizuar, kemi thënë s'ka nevojë, kemi marrëdhëniet e mira, kemi pas deklaratat të ambasadorëve, po të krerëve të cilët kanë ardhur, do thotë nga shtëpia e Bardhë, të cilët kanë treguar edhe me administratën Biden, S'ka qenë të këtij niveli. Dëgjom, po e përfundoj. Edhe administrata Biden e cila ka qenë jashtëzakonisht më mitësore, s'paku në aparencë, sepse nuk është që ka bërë punë të mëdha, edhe këtë jemi të vetëdijshëm. Domethënë, prapë nuk kemi ditur pikërisht atë pej që është këputur, do thotë kemi pas qëndrimet e Zotit Kurti që është sjellur, e kemi thënë sikur me një kokëforci, me një vetbesim, me idenë që ne nuk kemi nevojë për Amerikën, ose të kujtohet ato, do thotë linqimet Amerika që për mendimin tim janë Ato i kishte për opozitën më shumë. Jo, po për opozitën, por që është lajm për Amerikën, sepse nuk flisni për Rusinë. Për bastardimin e temës. Dhe sidoqoftë, një krerë i shtetit, unë besoj, mund t'jem gabim, duhet jetë jashtëzakonisht, do të thotë i kujdesshëm me gjitha terminologjitë e një shteti i cili është shumë i rëndësishëm për shtetin tonë, e siç është Amerika. Në administratën Biden nuk është që shfrytzuam jashtëzakonisht mirë. Ne asnjëherë nuk patëm spaku disa tentime për të vizituar Bashkështëpinë e Bardhë, administratën, të ulemi të bisedojmë për çështjet të cilat kanë qenë shumë të rëndësishme për Kosovën. Kosova në gjitha bisedimet ne dimë që vërtet kryenegociatorët ose emisarët e ngarkuar për bisedime ka qenë Evropa, por në prapaskenë gjithmonë ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atëherë kur u kriju ngërçi i bisedimeve, gjithmonë kanë dalur në sipërfaqe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë e di. Domethënë sa herë që Lajçak nuk mund të arrinte diçka, ka qenë do thotë vërtet emisari nga Shtetet e Bashkuara i cili do thotë ka dhënë një të shtyrë këtij procesi për të ecur përpara. Mesazhet kanë qenë shumë të hapura dhe shumë të qarta. Po, është shkëputur fija në fakt, sepse ne do thotë më shumë do thotë energjia për 4 vite nuk duhet mohuar ka shku tek çështjet e bisedimeve Kosovë-Serbi, jo që Zotri Kurti ka dashur, sepse e kemi thënë një nga prioritetet 6-7 e ka qenë çështja e dialogut Kosovë-Serbi, po kur e shohim gjithë energjinë, pikërisht çështja e dialogut Kosovë-Serbi. Bazike mund të ketë qenë edhe për fushat, po. E kam që fushat 4 vite nuk mund të bësh. Është absurd të mendosh që ai në fushat e ka thënë këtë Art. Prioritetin para se ta merrte mandatin ose po para se ta merrte, po në fakt doli që ishte një nga prioritetet, jo që Zoti Kurti donte, besomni, se çështja e fundit që donte, qofse i shohim gjithë politikën. Këtu studio ka pas analista që kanë rrahur tavolinë dhe kanë thënë që e pranoi zajednicën, u bë zajednica, e kanë shkruar, është çështje e kryer dhe kam thënë, kam qenë për mund të them nga të paktat, për të mos thënë vetëm që kam thënë, on mandatin e parë nuk ka për ta bërë zbatimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Çfarë do formati, vetë menaxhem e asociacion apo çfarë do formati qoftë. Pse? Sepse është një nga çështjet themelore që ka kundërshtuar jashtëzakonisht shumë në opozitë, por gjithashtu në pozitë. Ka qenë në gjendje të pranoj shkëputje të marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk them me sanksione, disa mas shkëputje po, sepse ka dalë kundër. Që të ki ambasadën. Po ndëgjoj, ne kemi deklaratë. Donacionet që i kemë sunas për shkëputje është begje. Mos harro, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk rrim sepse kemi kryeministër X personi, pa rëndësi ka. Rrim sepse mos ka pas shkëputje. Nuk kemi pas marrëdhënie të mira. A ka pas deklarata nga ambasadat të cilat ka thënë? Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrëdhënie. Kemi marrëdhënie të mira. Kanë marrëdhënie të shkputura me Korenë, në Veriut, kanë marrëdhënie të shkputura me Iranin, kanë pas në 3 vitet e fundit me Rusinë, po jo me neve.
ka pasur Jo krize. në është ta nivelli më të lartë, po... Qeni deklarate e Ka pasur, ambasador. Ama jo shkutje, vërtet. sa Ka qenë jam pikën më tullë, duket, nëse s'gaboj, ka Po, qenë ne një nuk i deklarate. kemi marrëdhëniet domon të brishta ose të këqija me shtetin e Kosovës, me qytetarët, e kacikët qytetarët, por kemi do thot një mos koordinim ose mos një relacion të mirë Kjo është- me kryeministrin. kjo është krejt tjetër, këto pajtona. Kryeministri i Kosovës është shteti jonë, se ai profesor shteti. E veç titullari Ka një informacion që nuk e di se është i sakt. një institucion. Të lutem, ai nuk mirët me neve, sepse sa Është zëvendësuar emisari për Ballkanin. Me Dhe unë lexova se lajm pozicion. me Colin Highland që ka qenë zëvendës ambasadore në Kosovë Një në prej njerëzve- periudhën 2016-2019. E lexova Ishte lajmi kishte mirë. një postim, është në gjysmë ditës kjo. Është njëri prej njerëzve që një mirë rajonin, veçanërisht vendin tonë, ku pas rast me taku.